pa nijet nuk pranohet asnjë vepër, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, do të thonë veprat vlerësohen sipas niyetit. Dhe niyeti është qëllimi i zemrës, synimi ose vendimi i zemrës. Dhe me nijet dallohen shumë çështje me rëndësi. Në radhë të parë dallohet a është kjo vepër adhurim apo është vepër apo punë e rëndomt. Për shembull siç është larja, për shembull gusli, thotë nëse njeriu lahet për të freskuar, për shembull, dhe nuk ka synim ibadetin, nuk ka synim pastrimin nga xhunubllëku, atëherë, do të thonë kjo larje është larje e rëndomt. Kurse kur e ka qëllim, do thotë largimin e xhunubllëkut, atëherë është larje që është ibadet. Do të thonë njëherë niyeti e dallon vepra a është vepër e zakont ose është vepër që me të cilën njeriu e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pastaj e dyta, dhe kjo është më e rëndësishmja, lidhe me ibadetin. Niyeti e dallon tauhidin nga shirku. Do të thonë si folëm më herët, me zemër njeriu dallon a është duke adhuruar me atë adhurim Allahun apo dikën tjetër, Allahun e ruajt. Edhe prandaj kjo vepër vlerësohet sipas niyetit. Nëse është për dikën tjetër, Allahu ka thënë taraktuhu wa shirkuhu, do të thonë e braktisat dhe shirkun e tij. Dhe gjithashtu niyeti e dallon veprën, a është obligim ose cili obligim është, do të thonë me nijet e dallon a je duke falur drekën apo ikindin apo akşamin apo yatsin, apo gjithashtu e dallon edhe a je duke falur obligim ose nafile. Do të thonë është ky namaz vullnetar ose namaz që është i obliguar, do të thonë gjitha këto i dallon niyeti. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, do të thonë veprat vlerësohen sipas niyetit. Do të thotë në gjitha këto aspekte që i përmendëm vlerësohen sipas niyetit dhe në veçanti çështja e dedikimit dhe kushtimit të pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjitha këto i bën niyeti. Dhe Allahu ka thënë wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Do të thotë nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me kushtim të pastër dhe të plot të gjitha adhurimeve vetëm ndaj atij subhanahu wa taala. Prandaj nga kjo e kuptojmë ku e ka vendin niyeti. Thotë nëse pra niyeti është qëllimi, synimi ose vendosmëria, vendimi i zemrës. Dhe shqiptimi i niyetit me gojë nuk ka asnjë bazë në argumentet e shariatit. Nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë bërë sahabët, do të thonë nuk ka asnjë bazë në fenë e Allahut dhe thënia e niyetit me gojë është bidat dhe është punë shumë e palogjikshme. Do të thonë është e çuditshme që njeriu të vijë ti thotë pra i drejtohet Allahut subhanahu wa taala, e vendosa që ta fal namazin e drekës 4 rekate në xhami me xhamat, ju drejtova kibles e kështu me radhë. Do të thonë kjo nuk ka bazë në fenë e Allahut. Ka përmend një prej shujukëve, ndoshta kemi përmendur edhe tjetër herë, që e ka dëgjuar dikën duke thënë kështu, edhe i ka thënë nuk e bën niyetin e plot. Ai ka thënë pse? Thonë se nuk tregove datën edhe orën. Do të thonë, prandaj kjo nuk është e saktë, do thotë në fenë e Allahut. Pse është nevoja që njeriu t'i tregojë se sa do të fale, a është kthy ka kibla ose jo? Do thonë, këto çështje janë në zemër.